Ka një fshat atje lart, në thellësi të Shqipërisë, ku historia nuk është thjesht diçka që e lexon në libra. Jo, ajo është aty e gdhendur në çdo gur, në çdo shpat mali. Po flasim për Zerecin, dhe kjo është historia e tij, një histori që peizazhi e ruan gjallë. Ky citat e kap në mënyrë perfekte, apo jo? E kap tamar thelbin e Zerecit. Është një vend plot kontraste, ku bukuria e egër e natyrës në fakt fshe një histori, një histori kaq të thellë e magjepse. E po hajde ta zbulojmë bashk. Për ta kuptuar Zeredin, në fakt duhet kuptosh diçka tjetër më parë, rrugën për të shkuar atje. Nuk është një vend ku thua do bëj një xhiro dhe shkon. Jo, as pak. Kjo rrugë e vështirë, e thepisur, ka qenë gjithmonë si një lloj filtri natyror. Për shekuj me radhë, ka ruajtur karakterin unik të këtij fshati. Dhe këtu fillon zbulimi ynë i vërtet. Do shohim bashk se si gjeografia e ka skalitur këtë vend dhe njerëzit e tij, duke krijuar një botë, si thua, të fshehur nga rrjedha e zakonshme e kohës. Imagjinoni pak, një fshat i vendosur lart, atje në 520 metra mbi nivelin e detit. Poshtë, lumi devolt që rrjedh, dhe sipër, male të larta si mali Koshnic dhe guri prerë që rrethojnë. Kjo nuk është thjesht një vendodhje në hartë, është një kështjellë vërtet natyrore, një fortesë që nga njëra anë e ka mbrojtur, por nga ana tjetër e ka izoluar. Mirë, tani le të zhytemi më thellë, të kalojmë nga peizazhi që shohim sot te historia e pasur që fshihet nën sipërfaqe. Këtu, pikërisht këtu, Zereci pushon së qeni thjesht një pikë në hartë dhe bëhet një kapitull kyç i historisë sonë, të Shqipërisë. Kur qëndron aty me skodrave të qeta, të vjen natyrshëm një pyetje në mendje. Po çfarë ka ndodhur këtu? Kjo heshtje e thellë që ndjen sot, në fakt fsheh një të kaluar plot zhurmë, plot fuqi dhe rëndësi historike. Dhe përgjigja fshihet te një emër i vetëm, Muza Kajt. Po, Zereci nuk është një fshat do si do, është Djepi, vendlindja e një prej dinastive më të fuqishme të mesjetës shqiptare. Historia e tyre nis pikërisht këtu, në këtë lugin të largët. Dhe këtu historia bëhet personale, e prekshme. Këto nuk janë fjalë nga ndonjë libër historie i ftohtë, janë fjalët e vet Gjon Muzakës, i cili në vitin 1510 përshkruan me një saktësi të jashtëzakonshme varret e gjyshëve të tij pikërisht në këtë tokë. A e kuptoni? Kjo e kthen historinë abstrakte në diçka krejtësisht reale. Por ja ku qëndron kontrasti fort. Nga kujtimet e gjalla të një princi, kalojmë te realiteti i sotëm, vetëm disa gur të shpërndar, të zbehur nga shekujt. Koha, si duket, mund ta gërryej gurin, por jo kujtesën që ai mbart. Por mos mendoni se historia e Zeretit mbaron me Muzakajt, as pak. Le të shohim tani se si ky shpirt i fortë, ky shpirt rezistence, u rishfaq shekuj më vonë në një tjetër moment vendimtar për kombin ton. Pikrisht këtu shohim vazhdimsinë e karakterit të këtij vendi, ajo tokë e ashpër që dikur mbronte fisnikët mesjetar, shekuj më vonë u bë streha dhe baza e rezistencës moderne. Dhe ky numër është jashtëzakonisht i rëndësishëm, e nuk po flasim për një lëvizje të vogël, lokale. Çeta e formuar këtu, me këtë fshat kaq të izoluar, ishte e treta në të gjithë Shqipërinë. Kjo e vendosi Zerecin në pararoje të luftës për çlirim. Në krye të kësaj lëvizje ishte një emër nga vetë fshati, Shaban Zereci. Dhe çfarë bën ata? Përdorën peizazhin e egër, malet, kanionet, i përdorën si aleatin e tyre më të madh. Kështu krijuan një trashëgimi krenarie për gjithë rajonin e Korçës. Dhe përsëri, siç ndodh shpesh, historia e madhe gjen streh në një shtëpi të vogël. Kjo ndërtesë, shtëpia 200 vjeçare e familjes Kalari, nuk ishte thjesht një banesë, u bë një simbol sakrifice. U bë një spital i fshet partizan që shpëtoi jetë. Kjo tregon se rezistenca nuk bëhej vetëm me armë, por edhe me guximin e njerëzve të thjeshtë. Mirë, pasi kemi parë të kanuarën e lavdishme, tani duhet të përballemi me realitetin e sotëm të Zerizit. Dhe ky realitet flet për rënje, për braktisje. Kontrasti, duhet thënë, është vërtet i dhimbshëm. Kjo grafik flet më shumë se çdo fjalë, apo jo? Shikojeni pak rënjen dramatike. Nga pothuajse 1000 banor në kohën e kooperativës, në më pak se 100 sot. Kjo nuk është thjesht një statistikë e ftohtë, është historia e një komuniteti që po shuhet dal nga dal. Po pse ndodhi kjo? Arsyet janë të qarta dhe të hidhura. Në fakt, ajo largësia që dikur ishte mbrojtje sot është bërë një barriere pak apërcyeshme. Rruga e vështirë, mungesa e shërbimeve bazë e kanë bërë jetesën këtu një sfidë të përditshme. Dhe natyrisht, brezat e rinj janë detyruar të largohen. Dhe ky krahasim e bën rënjen edhe më të prekshme.
Imagjinoni, dikur një fshat plot jetë me afro 200 shtëpi me kishe xhami që dëshmonin për bashkëjetesë. Sot kanë mbetur vetëm rreth 30 familje, mes gërmadhave. Gjurmët e jetës po zbehen, po fshihen. Por, a është ky fundi i historisë? Ndoshta jo. Në këtë pjesën e fundit, le të provojmë të shohim Zëretsin jo thjesht si një vend në rënje, por si diçka shumë më të vjerë. Këtu është pika kyçe. Ndoshta thjesht duhet të ndryshojmë këndvështrimin. Këto gërmadha nuk janë vetëm shenja humbjeje, janë faqe të një libri historie të hapur në qiellin e lirë, një arkiv i gjallë që pret që ne ta lexojmë. Dhe mes këtij arkivi, jeta vazhdon. Këto produkte që shohim nuk janë thjesht ushqim, janë dëshmi e një kulture të qëndrueshme. Arrat bio, mjalti i malit, dhjatje freskët, banorët e mbetur vazhdojnë t'i prodhojnë, nuk e ruajtur kështu një fije jete, një lidhje me tokën dhe traditën. Vea, përsëri, një numër që tregon një histori të tërë, 700 krerë bagoti. Kjo do thotë se blegtoria, ajo shtylla kurrizore e jetës në malsi, është ende gjallë. Ajo është zemra që ende rreh në këtë fshat. Dhe këtu shfaqet një shkëndi shprese. Në kundërshtim me rrymën e historisë, me trendin e braktisjes, ka nga ata që po kthehen. Ndoshta jo për të jetuar aty gjithë vitin, por për të rindërtuar shtëpitë për verën, për t'u rilidhur me rrënjët e tyre. Kjo tregon se lidhja me Zëretsin është më e fortë se çdo vështirësi. Dhe me këtë pyetje e mbyllim. Zëretsi na detyron të reflektojmë thellë. Kur një vend ka një histori kaq të pasur, kaq të lavdishme, por një të ardhme kaq të pasigurt, çfarë humbasim në të vërtetë? Ndoshta humbasim jo vetëm një fshat, por një pjesë të rëndësishme të kujtesës sonë kolektive.